الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Jalal ka kriju gjithësinë e pastaj në fund ka kriju njeriun dhe njeriun e ka formu në formën më të bukur, e ka pajisur me trum, me mend, me të logjikuar, e pastaj në fund pejgamber i ka dërguar. Kështu që të mos ketë arsye njeriu i cili nuk e ka besu Allahun Dhul Jalal dhe të thot o Zot, unë se kam ditë, të më kish tregu dikush, kisha besu, kisha adhuru, la udhra al-yawm. Allahu Dhul Jalal dhe thot sot arsye nuk ka. Prandaj Allahu Dhul Jalal na i përmend të mirat të cilat ai i ka kriju enkas për njeriu. Dhe çdo gjë sendi që e shohim apo nuk e shohim, e dim apo nuk e dim, të gjitha janë në shërbim të njeriu. Subhanallah. Andaj Allahu Dhul Jalal thot wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dhe ju ka dhënë Allahu Dhul Jalal juve çdo gjë që keni lip dhe që keni nevojë. Disa gjëra i keni ditë, i keni lip, por disa ju si keni ditë, po vetë Allahu Dhul Jalal ju ka dhuru duke ditur se ju për atë keni nevojë. Subhanallah. Andaj Allahu Dhul Jalal para se ta përfundon ajetin madhështor me këto fjalë, përmend se ai është i cili ka kriju qiejt dhe tokën. Ai e zbritën shiun nga lart dhe në përmes të shiut bin bereqete, barna, ushqime kështu me radhë. Ai juve ju ka nështruar anijen në det, nuk batis anija, subhanallah. Vetëm kur don Allahu Dhul Jalal, pa ajo që rrin anija mbi ujë, ajo është me mëshirën e Allahu Dhul Jalal. Dhe ai aeroplani që fluturon në ajër lart me 1000 kilometër dhe me tonelata, subhanallah, është mëshira Allahu Dhul Jalal. Njeriu e ka prodhu, po njeriu trunin kush ja ka dhuru? Dhe Allahu Dhul Jalal çdo gjë e ka përshtat për njeriu. Pastaj thot: "Wa sakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri", ju ka nështruar anijen që të lundron me urdhrin e tij dhe me mëshirën e tij. "Wa sakhara lakumul anhar", dhe ju ka nështruar lumejt. Dhe çfarë dobi e ka prej lumejve. "Wa sakhara lakum ash-shamsa wal-qamar", ju ka nështruar juve diellin edhe hënën. Ju ka nështruar që do të thot mund t'i shfrytëzoni. Por ne musliman përgjithësi me çfarë shfrytëzojmë diellin? Vetëm për të ngrohtë. Edhe që na i ngro bereqetet dhe që dielli është shkaku që të ketë bereqet. Sa ti nën hije ku nuk e rrok dielli, zbahet bereqet. Kush e ushqien atë pemën, atë bimën, atë bereqetin, rrezet e diellit. Ne ka që kuptojmë, por Allahu Dhul Jalal thot ju ka nështruar që ju mund ta përdorni edhe për dobi të tjera, dhe sot njerëzit kanë prodhu do farasi. Mjete i vendojnë atje mbi ndërtesë dhe nëpërmes të asaj nxehin ujin. Shumë e thjeshtë. E tjera. Wa sakhara lakum ash-shamsa wal-qamar, dhe ju ka nështruar hënën të zbukuroj qiellin, që kënaq natën sa bukur hëna e ndriçon dhe e zbukuron. Pastaj
wa sakhara lakumul lejla wan nahar, ju ka nështru juve natën dhe ditën. Allahu Dhul Gjelal ka mujt me bo jetën vetëm natë, para me ndo si dhe ishte. Ka mujt me bo vetëm ditë, para me ndo si dhe ishte. Ma andaj në Kuran thot, po ta kish bo Allahu Dhul Gjelal ditën të përhershme, kur dhe pushojnit ju? Allah, natën e ka bo për pushim. Po ta bon të natë për gjithmon, kur dhe punonit ju në përterë? Por e ka bo ditën dhe ka bo natën. O sakhara lakumul lejla wa nahar, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dhe ju ka dhënë çdo gjë që ju keni nevojë. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha, po që se mundoheni një dhunti të Allahut ta numroni, nuk do të keni mundësi ta numroni një. Nga se në gjuhën arabe ka njëjës dhe shumës. Ni'me është një dhunti, një begati, një dhurat e Allahu Dhul Gjelal. Kurse shumë si është ni'am, shumë dhurata, shumë ni'mete, shumë begati. Por Allahu Dhul Gjelal nuk thot si kur të mundohni ti numroni të mirat e Allahut, po një të mirë nuk ja gjeni qosh. Një prej tyre. Po është Zot. Allahu Dhul Gjelal ni'metet e tij që pak njerëzit e falenderojnë për këta të mira, shumë pak. Qalilun min ibadi ash-shakur. Vetë Allahu Dhul Gjelal dëshmon dhe thot, pak janë nga muslimant ata që e falenderojnë Allahun. Flasim për muslimant, nuk flasim për tjerët që se besojnë. Po min ibadi ash-shakur, pak janë ata të cilët e falenderojnë Allahun ashtu si ai meriton. Jo vetëm kështu në mënyrë deklarative, elhamdulillah, elhamdulillah. Për çdo send kur themi elhamdulillah, duhet ndalemi dhe ta dim se si e themi elhamdulillah. Me shëndetësie, elhamdulillah. A ja jep hakun shëndetit ta? A e prish gjumin sama? Me atë shëndetin tënd e ndihmon dikën të kështu me radhë. Subhanallah. Pra, çdo të mirë që na ka dhënë Allahu Dhul Gjelal, duhet me ia ditë shëqirin. Por Allahu Dhul Gjelal thot, innal insana la zalumun kafar. Zalim është zullumqar, ama zalum shumë zullumqar, tepër zullumqar. Njeriu zalumun kafar, përbuzës, nuk din mirënjohje, nuk e falenderon Allahun Dhul Gjelal. Në vend të jetë shkyrdar, ajo është inkar. Inkar, i bën inkar të mirë ata Allahu Dhul Gjelal. Kufar këtu nuk është qëllimi për mos besim, por është qëllimi për kufranin ni'me. Kufranin ni'me i përbus të mirë ata Allahu Dhul Gjelal. I përbus, nuk e falenderon, i merr në përkam, nuk ja din vlerën, s'ja din kimetin. Subhanallah. Andaj vëllezër të dashur, të mirat e Allahu Dhul Gjelal janë të pafund dhe nuk mund ta numërojmë një prej tyre. Dhe urtësia e tij është që gjërat të cilat janë më të nevojshme, më të paqetërsueshme për njeriu, i ka bë me çmim malir. I ka bë malir. Për shembull, një shishe ujë është më shtrenjtë se një shishe sok. Uji është më lirë. Uji është hem më i lirë, hem më i mirë. Vallahi, uji është hem më lirë, hem më i shëndetshëm se ato longjet tjera. I kanë fut njerëzit durët atë Allahu alem. Ama te uji, subhanallah, edhe më lirë pra është uji. Pastaj ushqimet, buka, subhanallah, bereqeti Allahut. Pa tjerat ushqime mund të rish, s'është problem. Si të kesh ujë me pi dhe buk me hangër, elhamdulillah, e me qenë rahat, e me ja ditë shiqirin Allahu Dhul Gjelal. Pra këto që janë më të nevojshme, janë më të lira. Teshat, për të mbulu trupin, thjesht për të mbulu, janë më lirë. E mandej nëse donë saltanat, kvalitet, me firma, atër është tjetër send. Ama ajo që është më e dëmëzdoshme, është më lirë. Subhanallah. Dhe, disa gjëra, i kanë fut durët njerëzit dhe i kanë hip çmimet. Edhe nëse nuk e paguën ti, edhe unë na e ndalin. Për shembull rrima, sa është e nevojshme, sa është e dobishme, por nëse nuk e paguën, ta ndalin. Ujin nuk e paguën, ta ndalin. Telefonin nuk e paguën, ta ndalin. Po, mbi të gjitha këta që përmendëm,
më e nevojshme për trupin e njeriut është frymëmarrja, ajri, oksigjeni. Oksigen. A di kush ja din vlerën frymëmarrjes? Ata që se marrin frymë, pyetja ata me pompë. Pyetja ata me maska. Të marr frymë në rahat. E kur mirë që frymë rahat. Ja dishe shikirin Allah dhe Gjelal. 40 vjet, 50 vjet nuk i ka dhim dhami. Kur s'ka thonë elhamdulillah be dhamët i kom mirë se më kanë dhim. Jo, nuk i më tjekit. Një natë ti dhame dhami, nesër dunjane që dit. Si kam shelë, si i të prom, një dhamë se më kalon rahat. Po kur s'të kanë dhim, ta e ke kujtu Allahun, shembëll, thjesht. Andaj, Allahu dhul Gjelal, atë që është më se nevojshme, më e domosdoshme për fizikun e njeriut, pra është oksigjeni, është ajri, e këtë nuk mund të merë asë një ndërmarje, asë një firmë, se me bo me marë si kur rrimën e vënëja, si kur ujin a ju sjelësi, si kur telefonin ato ndërmarjet, po me pas marë edhe oksigjenin dhe një ndërmarje, edhe ti hëtë marë shfrim, s'ka. Habe muzu frim, po ta kanë dalë se ke pagu. O Zot, mazallah, ne udhu billah. Amo jo, Allahu dhul Gjelal nuk i lejon ti futsin durët edhe ati të përzihen edhe aty ku njerëzit nuk munden pa to. Nuk munden. Prandaj Allahu dhul Gjelal s'ja ka leju askujt. Subhanallah. Një plakur vëllezër të dashur 90 vjeçar në Itali kishte shku, ishte marrë frima, kishte pas problem, shkon në spital e mbaj 24 orë. Mbas 24 orëve stabilizohet me ato maskat, me ato tamam. Edhe kur bëjnë talshojnë, i thonë miri, u ke stabilizu, edhe japën një faktur. Thonë duhet të paguish 500 euro. Edhe ai kur ja tregojnë se duhet me pagu 500 euro, fillon plaku me qa. I thonë, a s'ke të holla ta paguish? Nuk është pa tjetër me njëherë ta paguish kesh, mundet edhe me këste, si them në me ratë. Jo, tha, parët ka mund për ta pagu. Po pse për qanë? Unë e qaj se 90 vjetë kam marë frim rahat, Zoti kur së më ka lip pages. Allahu dhul Gjelal 90 vjetë më ka dhonë aj rahat, kur së më ka lip pages. Ju për 24 orë 500 euro. Po me shkun, me mbet një muj, një vjetë, që ka u bo? I ka ranë dërmend plakut, se 90 vjetë e ka shfridzu një metin e Allahut, dhuntin e Allahut ajrin, e kur kush pages nuk i ka li. Për 24 orë, paguj 500 euro. Subhanallah. Edhe ajo artificial e kanë regullu. Një vllai jo një djenë Zvicër kishku të ndreq një dhëmbë, edhe i dentisti i mire, ja regullon dhëmbin, ja bon shumë mirë. Edhe në fund, i thot 500 frank. Edhe i pagun 500 frank. I thot e disi ta kombo. Shife, si kuraj që e ke pas, ama hiq nuk dalon. Ja tha, sosh si kuraj. Po more, ja e pasqyrën, që shife, i njojnë që zdanë për këto qerët, si kuraj. O vlla, tha, nuk është bre si kuraj. Po mirë, tha, shka shef dalim ti? Dalimi, tha, shumë i madh. Atë te kom pas gratis prej Zotit, fal, ti për një dhëmë mi merë 500 frank. Si është si kuraj? Nuk janë njo, po nuk është njo ajo që ta dhuron Allahu dhul Gjelal dhe ajo që i fut dorët njeri ju. Subhanallah. Andaj o vlezër të dashur, ne, elhamdulillah, mbi atë që thamë për fizikun, për trupin e njeriut, për shëndetin e njeriut, numër një që s'mundemi pa to, është frymëmarrja, është ajri. Por mbi atë ka diçka që është edhe më e nevojshme për shpirtin, për muslimanin, ajo është besimi, dini Allahu dhul Gjelal. Allahu dhul Gjelal, kur i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa awa. Ti ishe jetim, por Allahu të formoi familje, të dha familje, u martove me Hatijën radiallahu anha, e të dha evlate, u bone, mashallah, elhamdulillah. Alam yajidka yatiman fa awa, wa wajadaka dallan fa hada, wa wajadaka ailan fa agna. Të ka gjet pa drejtim. Do më thonë, s'ke pas Kuran, s'ke pas udhëzim pre Allahu dhul Gjelal, por Allahu dhul Gjelal edhe të ka zbrit Kuran, dhe të ka shpall pejgamber, dhe të ka udhëzu. Dhe të ka gjet të varfur,
por Allahu Dhul Gjelal të ka dhënë pasuri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fëminin e tij ka rujt dhen, ka rujt dele për kafshatën e bukës. E pastaj Allahu Dhul Gjelal i ka dhënë pasuri, sidomos me martesën me Hatixhen është stabilizu. Edhe nuk e ka pas atë gjendje që e ka pas duke qenë fëmijë. Prandaj Allahu Dhul Gjelal ja përmend, ishe jetim, Allahu të dha familje, ishe i varfur, Allahu të pasuroj, dhe ishe i pa udhëzuar, Allahu të udhëzoj. Fa amma al-yatime fala takhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Jetimin mos e dëshpro. Jetimin ke kujdes, se vetë ke qenë jetim. Fukaran, lipsin mos e nënshmo. Lipsin mos e refuzo dhe mos e nënshmo. Mirë. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kurse nimetin e Allahu Dhul Gjelal përmende, e cila mbet nimeti? Udhëzimi. Udhëzimi është nimeti më i madh. Andaj elhamdulillah që neve Allahu Dhul Gjelal në ka udhëzu në këtë din. Dhe kjo është privilegji më i madh që jem musliman. Sikur musliman ta din sa të pasur janë me këtë din, sa të pasur jemi me këtë Kur'an, sa të pasur jemi me këtë Ramazan, e me këtë namaz, e me këtë të familje që Allahu na ka dhuru, e sidomos kur i kemi familjen, fëmijën të udhëzuar, por kjo është risku më i madh. Nga se njerëzit gabojnë, kujtoj se risku është vetëm paraja dhe ushqimi. Jo vllajdash. Jo, risku më i madh është të kesh familje. Risku më i madh është të kesh familje të udhëzuar, duke filluar prej vetes, udhëzimi, familja, dashamirët, xhamati, shoqëria, elhamdulillah. Është dhuntia më e madhe dhe të kënaqet shpirti, se ne nuk jemi vetanak, nuk duhet të jemi egoist, po të kënaqet shpirti kur na bjen rendi me bë iftar në restoran. Mashallah, nuk ka vend edhe shumë të ri krejt për iftar. Mashallah, kjo është nimet i joni që Allahu na ka dhënë neve. Në këtë troje në ka nderuar me këtë dinë, me këtë rinije, me këtë xhamat. Elhamdulillah. Pra, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nimetin e Allahut përmende se të gjitha këto janë nimete. Të gjitha këto janë risk. Se dikush kujton se risk vetëm mbush xhepin edhe me pas me hongër me pi. Jo, edhe familja është risk. Wallahi edhe prindin që e ke në shtëpi gjallë e i bën hizmet është risk. Edhe fëmijën që e ke që e edukon është risk. Edhe kujshia i mirë është risk. Subhanallah, Allahu Dhul Gjelal i dhuron gjithë të mira. Prandaj thot, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Po që se mundohni një dhunti të Allahut, kush mund ta dije? Prej neve, a e din dikush prej kur na ka dal gjumi deri tash sa herë kemi marr fry? Na? Sa herë kemi marr fry? Se dim, nuk e numrojmë. Pa këto të mira që Allahu Dhul Gjelal ne i përmendi, aja dim shiqir, është bo normal, është bo rutini. Vjen sabahi lind delli. Ka lind delli, punën e vetë. Vin akshami perëndon delli. Vin pranvera bin lulet bereqetet. Vin e qetra. No, është bo, jo, si cëllën duhet me undal, me mendu, me kujtu, dhe për si cëllën me thonë, elhamdulillah. O Zot, gjithë të mira të panumërta që nësë kemi dorë. As të delli, as të hana, as të dita, as të nata, as të lumet, s'kemi dorë. Krejt Allahu Dhul Gjelal i ka përshtat, i ka nënshtru për njeriu. Dhe njeriu i shfrytëzon e Allahun shumë pak e falenderon. Prandaj Harun Rashidi ka qenë një udhëheqës i muslimanëve, është i njohur. Harun Rashidi ka qenë kryetari i shtetit arab. Njësë që ka thëmë, i shtetit, jo i një shtetit, i shtetit. Pse? Se të gjitha tokat arabe që janë sot, që janë bërë lagje, mahalla, si ka tunde, janë, ma nuk janë shteta ato, i kanë coptu halkit dhe këtini ju konvenon. Të gjithë tokat arabe ka qenë një shtet. Një shtet kanë qenë. Emir, kryetari, ati shteti ka qenë Harun Rashidi. Dhe kure ka pa mjegullun, i ka thonë mjegull, lëshohe shijun bereqetin ku të dush, se haraji dhe vijen në arkën e shtetit tim. Nuk ka pas shtet 20 km, andet 30-100 andet shteti, këto. Shtet, gjithë tokat arabe kanë qenë një shtet. Harun Rashidi gjithat pasuri që ka pas, po shumë interesant,
se kur i ka ardhur smundje, kur është smu, ka thënë ma bë një varrin hazër, ma pregadit një varrin. Ja kanë bë, a është gati, gati. Ka thënë ndihmoni, shkoj ta vizitoj varrin. Edhe e kanë çu, kur ka shku te varri, ka thënë ja men la yazilu mulkuhu, irham men kad zale mulku. O ju drejtu Allahut, o Zot që ti nuk të bjen pushteti asnjëherë, mëshiroa ata që pushteti ra prej dore. Shkoj. E pa vetën se subhanallah. E pastaj tha ma agna anni malije heleke anni sultanje. Tash tha mo nuk më bën dobi pasuria as pushteti. Vjen një moment, për shembull një plak, ka mbeti paralizum, i palëvishëm, me i thonë, ta blejmë një kerë të ri, modeli më i ri prej sallonit. Me ja thonë një triut, mashallah, gëzimi madh, po me ja thonë ati plakut në shtrat. Çka thote? Ju atallni me mua. Çka më vinë mu kerri prej salloni. Pse? Koha e bën vetën, mosha e bën vetën që nuk të vinë ma. Prandaj Harunu Rashidi tha, ma agna anni malije, heleke anni sultani. Tha pasuria ime mos më ban dobi, as pushteti, shkoj. O ti që nuk të bjen pushteti kur njëherë, o Zot, më shiroa këtë që i dul pushteti pidore. Cili pushtet? Krejt tokat arabe, a ishte udheqës. Të gjithë ishte pushteti ati. Kaloj, shkoj, e dunja fani. Andaj, shërbetorin e ka pas një shërbetor shumë të menqur. Edhe i thot në hizmet qi, thot mbush ma një gotuj. Edhe aja mbush një gotuj edhe afrohet. Kur afrohet tja jep Amirit, Harunu Rashidit, thot Emir, para se ta pish ujën e kam një pyetje. Tha urdhno, si kur të mos kisht ujë tjetër në dynjë. Ka mbet vetëm që kjo godë, vetëm që ki bardak. Sa kishe dhonë prej pasunis tënde që ta pish këtë ujë? Ndalet kujtohet i sinqert, subhanallah, s'ka që tër ujë, u kanë terë më shknin, tha, po nuk ashtë problem be? E kisha dhonë gjysën e pasunis, veç ta pi ujën, kur ta liset. Me erë, tha, e kam edhe një pyetje, ne pi në ujën, dhe kur dënë e teprica dale, që është e fiziologike, që duhet e teprica dale ujë, tha, tu ka ndale ujë dhe s'mund të lirohesh. Subhanallah. Edhe kur pi ujë duhet me thonë elhamdulillah, edhe kur e nxjerrim ujin elhamdulillah. Subhanallah. Tha, tu ka ndale ujë nuk mund të lirohesh, të ka shtrëngu i e në halë. Sa kishe dhonë prej pasunis të ande me u liru? O kujtu pak, tha, së është problem be, qatë pjesën tjetër, qatë gjysën tjetër e kisha dhonë, vesh të lirohen. Atëherë shërbetori tha, mirë tha, pije ujin të boft mirë, për tash e mora vesh se pasuria e mirit kushton ka një got uj. Qka që pas ka vlerën? Një got uj, qka që vlej ka? Gjysa e pasuris shkoj, e foli për ta pi, gjysa për të liru. Qka që është dunjoja? Subhanallah, andaj vlezër të dashur, nimetet e Allahu dhul Gjelal janë të panumërta, dhe ne duhet për çdo rast, elhamdulillah me gjithë zemër, me bindje, me dije, se çka imi të thonë. Dhe me konë krenar, me umbur, elhamdulillah, jo me u bo mendje math. Tjetër është mendje math, tjetër krenar, i lumëtër që je musliman. Dhuntia më e madhe, begatia, dhurata më e madhe që na ka dhuru Allahu dhul Gjelal është që në islam na ka udhëzu. Se të gjitha këto që i përmendem këto të mira, nëse nuk ashtë musliman vdes halli, dina gjithë çfarë, stakfirullah, por me gjithë islamin, elhamdulillah. Edhe prandaj duhet thonë elhamdulillah, ku do që jemi, si do që jemi. Kur teshim duhet të themi elhamdulillah. Ne punët i bëjmë si pas fejes e cila është farz ose sunet. A mo dobija që ka vëjmë pre asaj, hala nuk i dim të gjitha. Ne e dim që kur teshim i themi elhamdulillah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe elhamdulillah, duhet të mësojmë edhe fëmijët. Kur teshe fëmia thuj elhamdulillah. E tash shkenca, mjekësia e ka zbulu, sa ato e kanë marrë, pse me thonë elhamdulillah kur tesh? Pse kur kollitemi nuk themi elhamdulillah? Po veç kur teshemi, edhe mjekësia e ka zbulu se njeriu kur teshet, 2-3 sekunda zemra stop ndalet. A më shkurt është kjo, se me konë ma gjatë,
shkurt i ndalet zemra dhe eshtrat bëjnë një demonstrim që ka gjasa të paralizohet. Dhe një njeri ma kanë tregu që e njof është paralizu sebeb ka qenë teshme. Ka tesh dhe është paralizu. E tash instinktivisht ne, kur teshemi, çka themi? Elhamdulillah. Ka mund të mdodhe diçka, ama kështu adi që elhamdulillah. Edhe ai e praktikonte, kur teshte mo e dike, hoxhe dimo tash, elhamdulillah. Edhe njëherë pa të më shku në aton urës, dhe në shkupin e kemi ndam për urës, si Mostari, shkupi aty edhe ki shkupi jonë, shife, qëfar dalimi ka, në infrastrukturë, në kred, në regullë, qëfar dalimi? Kjo është e keqja, po që kështu si është, ne duhet të ndryshojmë, po jo kështu. Edhe dule ma gjithë marrë një biletën në një zyrë, të jati ma të vakt, e kish pas kalabëllëk atë i dhe i teshja i vlau. Edhe unë i thash, a nuk thua elhamdulillah? Tha edhe këtu, a? Dhe me kish kujtu se matonure nuk ban me thonë elhamdulillah. Tha edhe këtu, më thash, po pse jo? Pse dive, tha këto, tha, o vllai dashur, ne jemi musliman dhe jemi krenar. Kur të tesh ishtu u elhamdulillah, e me mbo me të pytaj, pse elhamdulillah t'ja të regon? Ja të regon, ne themi elhamdulillah se në ka mësuesi jonë, edukatori jonë, pejgamberi jonë, ama shkenca tash e ka zbulu se gjatë teshjes mund të paralizohesh. Prandaj themi elhamdulillah, vallahi jam mbush mendjen edhe aty. Qenë ka e vërtet, edhe ai në shkuet ta hulumtoj ta shofe se është e vërtet, se njeriu kur teshet mund të rrezikohet. Por ne nuk e bëjmë para. Ne nuk themi elhamdulillah, ne themi elhamdulillah se është suneti jonë. Subhanallah, është sunet edhe prandaj ne themi elhamdulillah, kur teshim i themi elhamdulillah. Dhe këtë desha ta them që ne duhet qemi krenar me këtë din që Allahu na e ka dhuru, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, është në pyetje udhëzimi, përmendje thuj elhamdulillah, kudo që të shkosh thuj elhamdulillah o Zot, elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linehtadiya laula an hadana Allah. Hamd, falenderim Allahut që na ka udhëzu, ai ka desh dhe na ka udhëzu. Kjo nuk ke se ne kemi shumë të aftë jemi apo shumë të dijshëm. Na e dim që dituria, për me lip dituria është farsë dhe mo ikra mo, hiç panda. Ama ikra bismi rabbik, në emën të Allahut. Lexo këtë kemi mo të qartë. Por sado që të lexon njeriu, sado që të studion edhe të mëson, nëse Allahu nuk e beson, ajat mësimin, studimin, prodhimin e kesh përdor. Që sot bota çfarë kam ri lartë, teknologji, prodhon armatim për me shkatru njeriu. Pa jo dituri është, po ku e shfrytëzojnë ata diturin? Në armatim, në vend në ushqim fukarave, në Afrika dhe në Azi nuk kanë ujtë pastër për të pi, a bota prodhon armë për të shkatru gjithë njerëzin dhe aq potencial ka me shkatru njerëzin 5 herë. Jo një herë, 8 miliardë sa njerëz i shkatron 1 herë, 2, 3, 5 herë i shkatron edhe mo i mbesin armë. Ka armë për të shkatru 8 miliardë, nuk ka financa me investu për ujë të pastër dhe për barna dhe për veshmbathje të fukarave. Po që kjo është dituria pa iman. Po, dituria pa iman, që kështu është shkatrim o vëllezër të dashur. Kurse dituria neve që na porosit Allahu dhul xhelal të mësojmë për të pas dobi njerëzit, jo për shkatrimin e njerëzive. Ande që ku ka arrit bota vetëm me dituri. Kanë arritur indianët ta kenë bomën bërthamore, bomën atomike indianët e kanë prodhu, por çaj krye mjeshtri, ai krye majstoris që e kanë prodhu bomën bërthamore, shkoni për kulet lopës. Bien sejdë para lopës, para hajvanit, para kafshës. Në vend të adhuron Allahun dhul xhelal, ai adhuron lopën. Që dituria pa iman, dituria pa moral. Një student më tregonte, tha profesori na spjegonte për trunin. Të hinsh ta studiosh trunin, çfarë mrekullie ka kriju Allahu dhul xhelal. Truni o vëllezër të dashur, sa më e gjelpanës pak me u prek, edhe blokohet, mo njeriu nuk din kur gjë. Allahu dhul xhelal e ka kriju edhe runë që trunin është dhuntia Allahut, është mjeshtria Allahut. Ai tha na spjegon, a më shumë mirë të spjegonte. E kish studiu, po në fund e di çka thonte?
në vend të thot elhamdulillah o Zot si e ke kriju, fal evolucionit. Evolucioni dhona si përparimi i Darwinit, kështu do me thonë, jo krijuesit, jo Allahu dhul xhelal. Ai profesor e ka studiu trunin, veç për trunin ka specializu, po nuk ka udhëzu. Në vend të thotë elhamdulillah Zotit, çka ka fal evolucionit. Evolucioni është kufër, është shirk. Pra kjo është i pa udhëzimi. E mirësitë e Allahut dhul xhelal janë të panumërta. Më e mire të gjithave ne tham për fizikun, për trupin, është ajri që Allahu dhul xhelal s'ia ka lënë dorë askujt, dhe për shpirtin dhe shpëtimin është imani, është besimi. Elhamdulillah që Allahu na ka udhëzuar në këtë din, elhamdulillah që Allahu na ka dhuruar këto të mira, edhe morale, edhe shpirtërore, edhe fizike, të panumërta. Andaj vëllezër të dashur, ditët po shkojnë shpejt. Ja që sot është mbaron, përfundon dhejqi i mesëm, ditët e magfiretit. Prej nesër fillojnë ditët e amnestisë, ditët e faljes, inshallah. Këtu ka, kur jemi të kjo, ka dy gjëra. E para është që mos harrojmë, e para, dhe ditët e fundit preferohet itikafi, është sunet. Ani se nuk rrim një itikaf, të mos e harrojmë, ta dim se itikafi është suneti pejgamberit. Çka itikaf? Itikaf është një njeri me bon jetë, e me ndet në xhami, mundet me dalë vetëm për raste nevoje. Mundet me dalë, tani me u kthi një vend posaçëm në xhami. Itikafi, për çdo lagje, për çdo fshat, për çdo xhamat, është suneti kifaje. Çka do të thotë suneti kifaje? Si namazi xhenazës. Një me ndet në xhami, në atë lagje, në atë mahall, në atë katund, një me ndet në itikaf, suneti ka shku në vend. Asnjë sunetin e kemi lënë. Pra me ndet në itikaf. Për gjinin femrore nuk është itikafi në xhami, por është në shtëpi. Ato nonat tona që janë më të moshuara, që kanë vajza, kanë re, ju bëjnë punët, ato është mirë një dhamë ta ndajnë, ta vënë një sexhade, edhe sa më shumë të rrihen çat dhomën e vet, lexon Kur'an, fal namaz, bën tesbih, istighfar, sa herë që ti mundsohet në atë dhamë të rrije. Itikafi i femrës është dhama e vet në shtëpitë e vet. Edhe ata që janë me punë, edhe ata vetëm me bëjnë një jetë, edhe sa herë që të ketë kohë, hin ati në dhamë, fal namaz, bën dhikr, tesbih, llogaritet itikaf. Itikafi pra është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qetra, o vëllezër të dashur, ne të gjithë e dim, e kemi ndëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot për natën e Kadrit, iltemisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Kërkojnë në 10 e fundit, e sidomos në tekin, në netët tek. Sa më duke do të jetë 21, apo? 21 natë, 21 taravi, 21, 23, 25, 27, 29. Do më thonë gjasat janë në tek, por për si mjetë ka një veçurit veçantë. Cila është ajo që këtë teki 21, se është edhe natë e gjuma. A ju ka shku me ndi? Është 21 i parë, do më thonë teki i parë, dhe është natë e gjuma. Dhe ka shumë gjasa që natë e Kadrit të jetë sonte që vjen. Po çfarë? Me kërku, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kërkonje, lexoni Kur'an, falni namaz, jepni sadaka, bëni dhikr, tesbih, taube, istighfar. Bëni duan që i ka thonë Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, me kon që e takoj natën e Kadrit, çfarë ti lutem Allahu dhul xhelal? Ka thonë Aisha, thuaj, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, ti je mëshirues, ti fal njerëzit, ti jep të mira, ti begaton, fa'fu anni, më bën afmu. Afi nuk është magfiret. Magfiret është vetëm falje, kurse afu është me të falë Allahu dhul xhelal, dhe disa ulema kanë thonë afu është me ta fal gabimin dhe me ta fshin krejt, mos duket se ka qenë. Kurse magfiret ta falën po mbetet aty në regjistër, pa e pas një gjuna. Kurse afi e fshin me ka krejt. Subhanallah, pra ka gjasa të mëdha që kjo natë që vjen sonte të jese nata e Kadrit.
Allahu na mundsoft që ta gjejmë natën e Kadrit dhe Allahu na mundsoft të bëjmë ibadet, të mos e çojmë kohën bosh, se këto momente janë shumë të shtrenjta, ka gjasa që ta fitojmë pra vlerën e natës së Kadrit, e Allahu të na fal neve dhe mbar muslimat. Lusim Allahun dhul xhelal, këto dita dhe neta që i përcollëm me ibadet, Allahu na i pranoft. Këto ditë dhe net mo që kanë mbet, Allahu na dhasht edhe mo shëndet e vullnet e dashuri për ibadet, edhe ata të na i pranon. E lusim Allahun dhul xhelal të sëmurët ton të shëron, të varfërit ton të pasuron, të burgoserit ton kudo që gjinde në rruzullin toksor, Allahu i liroft. Muslimanve në çdo vend ku maltretohen ju ndihmoft, sidomos ata në Palestinë. A e shihni o vëllezër të dashur se Jahudia nuk ka besë. Jahudias nuk i besohet. Jahudia prap ka bombardu të 500 deri 600 viktima, fëmijë dhe gra, e mbi 1000 të plagosur, pa mëshirë, pa rahmet. Pse? E kanë gjetë shkret. E kanë gjetë shkret. Muslimanët bëjnë saltanate, muslimanët merren me luksuze, nuk e kanë dertin e vëllezërve dhe të motrave veta dhe të fëmijëve të tyre. Pra Allahu atine ju ndihmoft, nga thundra e zullumqtarëve i shpëtoft. Allahu neve dhe familjet tona nga çdo vështirësi e kësaj bote të na mbron, nga azapi i xhenemit të na largon, në Jannetul Firdaus të na bashkon. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.